Është koha për intervistën e ditës. Në studio veçëm ka mbërritur profesori Bujamin Bela, me cilin do të diskutojmë për zhvillimet ekonomike. Zoti Bela, mirë se erdhët në Alsat. Të flasim për ekonominë, ajo që më shumë ti e tangon qytetarin, sepse kisha një koleg më parë që thoshte shumë flitet për politikën, ndërsa jetohet nga ekonomia. Shumë e vërtet. A jemi ende në fazë krize në planin e ekonomisë globale dhe sipas jush ekziston rreziku themi i një recesioni të ri global gjatë këtij viti? Po shqyqoni në përgjithësi, ekonomia globale po ballafaqohet me një periudhë, domethënë është në një periudhë në të cilën sfidat janë të shumëfishta, duke filluar nga sfida e një inflacioni ndërkombëtar, të themi global, nga pasiguria geopolitike, krizat energjetike dhe normal këtu drejt për drejtin vazhdon edhe ngadalësimi i ekonomive posaçërisht të kontinentit evropian ose vendeve të Bashkimit Evropian. Gjithsesi, në qoftë se shqyqojmë domethënë në këto terma, shohim se këto pamëdyshje se do të ndikojnë edhe të një ekonomi nacionale e cila është e hapur, e vogël, për nga masia, për nga GDP-a, për nga faktorët të tjerë. Që në nivel global ne ende jemi në planin ekonomisë jemi ende në krizë. Ka një pasiguri, domethënë derisa shohim krizën për qarkullimin e madrave, siç është në aspektin e energjetikës, derisa kemi luftra në Ukrainë dhe në lindjen e mesme, nuk kanë përfunduar domethënë lëvizshmëria e energjetikës, domethënë e lëndëve të para, po dhe madrave në përgjithësi, duke filluar nga faktorët global, siç është domethënë Kina, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian, gjitha këto janë në një farë mënyre faktorë të cilët edhe janë përcaktues se si do të shkojnë ose orientohen rrjedhat e ekonomisë globale, e pamodyshje më pastaj çdo lëvizje tektonike të mëdhenjeve, zakonisht domethënë implikimet më të mëdha janë tek shtetet të cilët janë të varura nga këto. Dhe pikërisht këtu doja dile si po reflektohet procesi mos zhvillimit ekonomik global, sidomos ndaj vendit tonë, si e ndjejnë qytetarët në përditshmëri krizën ekonomike. Ne shohim vazhdimisht se ankohen, se e ndjejnë në lëkurën e tyre përmes çmimeve, rritjeve të vazhdueshme, autoritetet tonë se nuk ka rritje, kështu që nuk është se duan t'i besojnë rritjes. Shqyqoni, pamodyshje se këto sfidat të cilat i përjeton qytetari në jetën e përditshme janë drejt për drejti dhe shihet një rritje e çmimeve, qoftë ajo të çmimeve bazë të produkteve ushqimore. Në aspektin energjetik kemi rritje të kostës së përgjithshme të jetesës, në një farë mënyre bën presion drejt për së drejti tek standardi ose mirëqenia e përgjithshme e qytetarëve të cilët jetojnë, por nuk duhet harruar se ky lloj kosto, ky lloj ngritje, domethënë është në një ngritje e imponuar, të themi, e importuar nga jashtë, e cila drejt për së drejti i tangon edhe bizneset me të cilat janë rritur drejt për drejti edhe kostot operative të tyre, domethënë sepse transporti, lënda e parë të cilët e marrin për kompanitë të cilët janë prodhuese, ajo reflekton drejt për së drejti edhe tek çmimi. Dhe në fund ai që pëson është qytetari, xhepi i qytetarit. Pamodyshje, por në këtë rast nuk duhet ta anashkaloj, domethënë është edhe dimensioni edhe i shtetit, sepse duke pas parasysh se po jetojmë në një ekonomi nacionale ashtu siç i kemi këto parametra makroekonomik, të them relativisht problematike, qoftë ajo tek inflacioni, qoftë ajo tek borxhi publik, qoftë tek papunësia. Gjitha këto në një farë mënyre domethënë ndikojnë tek qytetari përmes presionit ndaj standardit jetësor, tek biznesi përmes rritjes së shpenzimeve operative dhe tek shteti, i cili e ka për detyrë që të kujdeset të ketë një lloj mirëqenie. Pra që inflacioni është ende shqetësimi kryesor për qytetarët dhe sidomos për bizneset. Sipas parashikimeve, domethënë është shqetësuese, është stabile, por domethënë është nën presion dhe duhet domethënë të menaxhohen në çdo situatë të jetë e gatshme, sepse rrethonat janë të tilla që nuk mund t'i largohemi ose t'i shmangemi në tërësi
këtij lloji të inflacionit, sepse nuk ka të bëjë me inflacionin i cili është i prodhuar nga vendi, sepse po prodhojmë para më shumë në qarkullim se sa që kemi madhra, por këtu është domethënë një lloj i inflacionit të importuar nga jashtë. Sepse në vitet e fundit krizat kanë qenë të vazhdueshme, të njëpasnjëshme. Dhe si e vlerësoni pikërisht fuqinë blerëse të qytetarëve nëse marrim ja të themi krahasimin me 2 ose 3 vite më parë? Fuqia blerëse e qytetarëve, pa marrë parasysh domethënë përpjekjeve qeveritare të njëpasnjëshme për të ngritur pagat, qoftë ajo të pagave në administratë, në shëndetësi, në arsye kështu me radhë, por kjo domethënë rritja e çmimeve në përgjithësi ka qenë me përqindje më të lartë se sa rritja e pagave. Ka tentuar që shteti domethënë me këtë fuqi financiare, kapacitet financiar të cilën e ka, ta përcjell trendin që domethënë sadopak të zbut këtë lloj efekti tek xhepi i qytetarit që domethënë mos ta përjeton në mënyrë tragjike jetesën, sepse dim se po jetojmë me një shtet në të cilën mbi 1/3 e popullsisë jetojnë domethënë me pagë minimale, ti themi, me kushte të vështira domethënë të jetesës. Megjithatë, nëse pyesim qytetarët, rroga ka mbetur shumë mbrapa dhe çmimet kanë shkuar shumë para. Nuk është se dallimi është shumë i vogël. Pra ankesat gjithnjë edhe më të mëdha janë të qytetarëve për çmimet, krahasuar ndoshta edhe me çmimet që janë në vendet europiane. Shpesh kemi dëgjuar nga qytetarët tonë se, apo nga mërgjimtarët tonë që jetojnë jashtë të thonë se më lirë disa produkte janë në Zvicër, në Gjermani, se sa në Maqedoni. Dhe ne kemi një situatë të tillë. Po tash përcaktimi i çmimeve të produkteve finale posaçërisht në zënxhirin furnizues, sepse dim se në përgjithësi në GDP-n e Maqedonisë së Veriut mbi 66% domethënë efektin më të madh ka konsumi, domethënë konsumi i gjerë të produkteve bazë. Këtu tash në këtë lloj të zënxhirit të shitjes me shumicë, shitjes me pakicë derisa të vjen tek konsumatori final, pa më parasysh domethënë nuk duhet të arsjetoj edhe mekanizma shtetëror të cilët janë drejt për drejt duhet kyçen që ta përcjellin këtë lloj vazhdimësie. Qëllimi kryesor unë e shoh këtu përveç çmimeve është që mos të ketë mungesë të produkteve. Pas eliminimit të këtij rreziku në të cilën domethënë konsumatori duhet të jenë domethënë në shtandet e supermarketeve, në vendet që jite në treg, jo mungesa e produkteve, më pastaj të bëhet presion dhe inspektoratet e ndryshme të kontrollojnë çdo lloj manipulimi ose mashtrimi ose ngritje e marzhës duke arsyetuar atë se tek ne është krijuar një lloj përshtypje, çdo rritje për shembull e çmimit të energjensave, të naftës, të benzinës, më pastaj reflektohet në çmim, në ngritje, por pasi të bjen çmimi i naftës nuk bien çmimet. Dhe kjo në një farë mënyre e bën domethënë e humb atë lloj besueshmërie ndaj institucioneve dhe ndaj tregtisë në përgjithësi, sepse po keq përdor domethënë sipas perceptimit të përgjithshëm qytetar xhepin e qytetarit. Dhe keq përdorimet eventuale nuk po dalin sipërfaqe, sepse nëse dëgjojmë autoritetet tonë vazhdimisht se inspektorët janë të rënë, po kryen kontrolle, por nuk është se është vërejtur ndonjë keq përdorim, nuk është se është vërejtur ndonjë rritje drastike e çmimeve, dhe nëse vërehet ndonjë keq përdorim, atëherë do merren masa. Pra, në muajin e fundit kjo është deklarata e vazhdueshme e autoriteteve, sidomos e Ministrisë Ekonomisë. Cilat janë rreziqet më të mëdha për ekonominë e vendit në muajt në vazhdim nëse themi kjo krizë vazhdon apo bëhet edhe më e thelluar? Rreziqet në përgjithësi janë të natyrave të ndryshme sa i përket funksionimit të institucioneve ekonomike dhe fiskale. Në përgjithësi, mendoj se institucionet ekonomike dhe fiskale duhet domethënë që ta ruajnë atë stabilitetin makroekonomik në aspektin makro të dhënave, funksionimin normal të financave publike, domethënë pagesën e pagave, pensioneve, domethënë transfereve sociale dhe aspekteve tjera. Mendoj të ketë kujdes në aspektin e borxhit publik, domethënë si do të menaxhohet, sepse është një shifër sado që ne e shohim si të nevojshme, sepse
është e patjetërsueshme për të financuar gjithë këto shpenzime bugjetore të cilat janë të planifikuara sipas planit bugjetor dhe mos të largohen domethënë nga prioritetet ose projektet prioritare që kanë të bëjnë drejt për drejti me zhvillimin e vendit dhe jo vetëm ta shigjoni janë 4 variabla realisht shumë të rëndësishme në përgjithësi që duhet mbahetur balans. Ajo është domethënë çështja e shtetit për të dhënë një mbështetje sociale. Sepse një grup shumë i madh i popullatës, domethënë varet nga kjo. Domethënë çdo rritje, çdo denar që rritet të një produkti të cilën e shfrytëzojnë kjo kategori e njerëzve, ajo drejt për drejt ndikohet. E para, e dyta është stabiliteti fiskal. Domethënë nuk duhet, domethënë që tash për çdo krizë, sepse krizat janë të vazhdueshme dhe ne si shtet duhet të tregojmë një qasje më serioze institucionale që mos të lëshohemi të mbahet domethënë ky stabilitet fiskal duke i planifikuar të gjitha të ardhurat dhe shpenzimet në mënyrë sa më racionale. Pjesa e tretë domethënë ka të bëjë me kontrollin e këtij borxhi, se ku po shkojnë këto para dhe si do të kthehen, sepse mos harrojmë që nga 2025 edhe neve kemi kthyer 500 milion euro. 2026 kemi dikun 700 milion euro të cilët janë obligime të shtetit nga e kaluara që duhet kthehen. Po dhe nga e tanishmja, sepse jo më larg, nëse shohim ashtu, shteti është i zhytur në borxh, është siç thot populli është në borxh deri në fyt. Sepse jo më larg se jo më larg se tani ka siguruar kredi për 260 milion euro. Duheshte sipas paralajmërimeve 300 milion, mori 260 milion euro që do të përdoren thonë kryesisht për mbulimin e zbrasirave me siguri buxhetore. Pse kaq minuse në buxhet? Prej nga vijnë ato? Po tash në aspektin e zbrasirave buxhetore zakonisht domethënë ose bëhen presionet të cilët kanë të bëjnë domethënë me rritjen e pagës minimale, të cilët kanë të bëjnë domethënë me rritjen e pagave, me rritjen e pagave në për sektor të ndryshëm shtetëror, e cila më pastaj ndikon drejt për drejti edhe në shkurtimin buxhetor. Prandaj është e domosdoshme edhe rishikimi i buxhetit për të parë domethënë këto aspekte se nga po shkojnë dhe nuk duhet domosdoshmërisht ta shohim si diçka e cila është tragjike dhe është si më thon e keqe për qytetarin. Jo, sepse nëse shohim tham dhe borxhi rritet, borxhi publik vazhdimisht po rritet. Marrim kredi të vazhdueshme, ndërsa nëse shohim nuk ka ndonjë bum zhvillimi. Nëse mund ta quaj ashtu. Nuk është se qytetari po vëren diçka ndonjë zhvillim të jashtëzakonshëm me gjithë këto miliona që po merren. Pastaj ju përmendët edhe rishikimin e buxhetit. A e shihni pikërisht si zgjidhje rishikimin e buxhetit dhe është i qëndrueshëm pikërisht modeli aktual i sigurimit pensioneve dhe pagave në sektorin publik? Ashtu si që thash edhe më herët, domethënë çdo rishikim ose ribalans të buxhetit nuk duhet domosdoshmërisht të shihet domethënë si një instrument i cili e përkeçon, përkundrazi ai duhet që të jetë domethënë në përputhshmëri me politikat shtetërore dhe situatën reale në terren, domethënë në vend, ku janë ato nevoja, si duhet, sepse përmes rishikimit do të duhet ruhet ajo pjesa e likuiditetit buxhetor. Likuiditeti buxhetor domethënë është lyerja në kohë e gjitha obligimeve, qoftë ndaj pensionistëve, qoftë ndaj transfereve sociale, qoftë ndaj pagave të ndryshme të cilat duhet ketë. Prandaj, vazhdimësia dhe sigurimi stabil i institucioneve është parsore brenda një buxheti. Në aspektin tjetër, çdo herë duhet ta kemi një qasje sa më realiste dhe sa më të balancuar, sepse kërkesat janë të shumta. Ne kemi probleme në vazhdimësi, në arritje të realizimit të atyre, sepse më thatë më herët, nuk presin, qytetarët presin një zhvillim ekonomik, një bum, një rritje. Nuk është se shohin, thash, po, nuk është se shohin. Nërsa borxhi rritet, kredit vazhdimisht merren. Kemi probleme, në realizimin e atyre të cilën e kemi të planifikuar. Sa shoh sipas informatave të cilët i shohin të dhënave nga Ministria e Financave, planifikimi buxhetor në aspektin e të ardhurave është stabil deri dikon 29% deri tash. Në aspektin e shpenzimeve të cilat i ka bërë shteti janë deri në 33%. Investimet kapitale deri tash, ka një realizim prej 35%.
që një shifër, domethënë bukur e mirë, ka disa institucione të cilat i kanë realizimin më të lartë, disa janë më të ulët. Për shembull, qeveria ishte domethënë ishte 68%, Ministria e Transportit diku 38% realizim të investimeve kapitale, ndërsa nga aspekt tjetër ose fondi pensional, fondi i sigurimit shëndetësor kishte një realizim më të lartë, domethënë mbi 40% të investimeve kapitale, ndërsa e kemi shëndetësinë, e kemi doganën, i kemi disa institucione tjera që nuk kanë realizim as 1% të investimeve kapitale. Dhe tash gjithë këto shpërndarja dhe ribalansi bëhet për gjithë ato mjete të cilat janë të planifikuara në vende të cilat nuk i kanë realizuar në kvartalin e parë dhe të dytë, ato merren mjetet dhe redestinohen në ato projekte të cilat po zhvillohen. Redestinohen në projekte që po zhvillohen, apo vërtet kemi probleme me buxhetin, buxheti i shtetit është i zbrazët? Sepse nëse i pyesim autoritetet ata thonë jo, nuk kemi probleme. Derisa, domethënë, po flas për shifra zyrtare, domethënë derisa ka realizim me 29% të buxhetit të ardhurave, sepse buxheti duhet të mbushet nga të ardhurat e TVSH-s, nga të ardhurat e ndryshme, qofshin aksiza, dogane, kështu me radhë, për të pasur një hapësirë për të shpenzuar. Domethënë, dhe ky lloj, për atë do thash, domethënë ky lloj balansi mes të ardhurave shtetërore në buxhet të planifikuara dhe të realizuara. Dhe nga ana tjetër shpenzimet duhet të ketë një lloj balansi, por këtu mos të harrojmë se në këtë buxhet domethënë ngarkesa është se obligimet të cilat vijnë nga borxhet të cilat i kemi marrë neve më herët, kjo, domethënë, ne na shtyn që borxhet që janë marrë më herët dhe pastaj kur do duhet i paguajnë borxhet që po merren tani? Shiqoni, këtu unë duhet ta tërheqin një lloj paralele ndoshta për ta kuptuar shikuesi më mirë. Është sikur të jemi, domethënë, i sëmurë si ekonomi nacionale, si individ, dhe duhet i marrim, domethënë, duhet marrim një lloj terapie, një lloj ilaçe të themi, të cilët duhet paguhen. Ne nuk mund të themi se sot nuk kemi para për të shëruar. E kemi të patjetërsueshëm, sepse ato janë borxhe faktike. Ne duhet me patjetër që t'i paguajmë ato, por çdo herë domethënë duhet që paratë të cilat i marrim më pastaj mos të shkojnë vetëm për transfere sociale dhe paga, por të kemi projekte të cilat janë zhvillimore, të cilat janë investime kapitale, qoftë në energjetik, qoftë në transport dhe në sektor të cilat japin një vlerë shtesë për ekonominë nacionale. Sepse në qoftë në parat dhe huamarrjen e re të cilën e marrmi, huamarrja e re, domethënë, posaçërisht në këto kushte, ku ne e kemi, domethënë, ratingun në aspektin e kredimarrësit, duke pa parasysh se kemi arritur shifrën deri në 60% nga GDP-ja, domethënë nga bruto prodhimi vendor të kemi borxh, askush nuk dëshiron që në një farë mënyrë na jep ose të na krediton. Ose edhe në qoftë se na krediton me normë kamatore më të lartë. Këtu domethënë duhet që Ministria e Financave domethënë të ketë një lloj balansi mes këtyre kërkesave të cilat duhet të kryhen. Pra bie që ta themi një fjalë ndryshe që për këtë sëmundje të shtetit do duhet të paguajnë ilaçet gjenerata e gjenerata. Me patjetër. Domethënë, por mos duke shëruar njërën sëmundje, mos të sëmundim edhe sëmundje tjera, të paktën domethënë ta ruajmë si të izoluar dhe ta menaxhojmë këtë pjesë. Po, drejtësia kjo është e shtetit. Do t'i bëla faleminderit që i shitsonte në Alsat. Faleminderit juve. Ne vazhdojmë mëtej me lajmet.